Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në këto 60 minuta. Rezultatet preliminare të zgjedhjeve të ditës së djeshme i kanë sjellë lëvizjes vetëvendosje një fitore prej 49 e mbi 33% votave deri më tani, pa llogaritur votat me kusht dhe ato të diasporës, derisa partitë e tjera kanë pranuar se rezultati që morën në këto zgjedhje nuk ishte ai që kishin pritur. Por cila është kauza që ja solli kurtit këtë rezultat e ku duhet partitë tjera të reflektojnë pas këtij rezultati, që i morën të gjitha këto i diskutojnë pas pak në studio me profesorin e së drejtës Flamur Hysenin, por së zakonisht në fillim lajmet kryesore të ditës. Zgjedhjet i sjellin vetëvendosjes fitore prej 49.33%, Kurti paralajmëron krijem të shpejtë të institucioneve dhe pret bashkëpunim nga opozita. Lideri BDK-s dhe LDK-s pranojnë se rezultati i zgjedhjeve nuk ishte ai që prisnin, pra paralajmërojnë reforma brenda partive. Bashkimi Evropian pret formim sa më të shpejtë të qeverisë, tekson ratifikimin e marrëveshjeve dhe kërkesën për vazhdimin e dialogut. Aleksandër Numezi refuzon propozimin për postin e zëvendës kryeprokurorit të shtetit, arsyetuar me angazhime të tjera brenda prokurorisë. Me një pjesëmarrje prej 44.59%, lëvizja vetëvendosje ka dalë forca e parë me 49.33% të votave në zgjedhjet e së dielës. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vetëvendosja shënoi rritjen më të madhe duke fituar mbi 430.000 vota. Rritje e krahasuar me zgjedhjet e nënshkurtit të këtij viti, kur vetëvendosja fitoi 396.787 vota apo 42.30%. Në vendin e dytë është renditur PDK-ja me 21.0% vota, 0.1% ose 183.826 vota, rezultat afërsisht i ngjashëm me atë të shkurtit apo një rritje prej 1%. LDK-ja ka shënuar rënien më të madhe krahasuar me zgjedhjet e nënshkurtit, duke marrë 13.59% të votave, përkatësisht 118.772 vota. Në zgjedhjet e fillim vitit, LDK-ja pati marrë 171.357 apo 18.27%. AK-ja mbështetur në rezultatet preliminare ka arritur ta kaloj pragun zgjedhor me 5.68% ose mbi 49.000 vota. Nisma Social-Demokrate deri më tani nuk ka arritur ta kaloj pragun duke mbetur nën të me vetëm 1.72% të votave. E Lista Serbe, si partia më e madhe serbe, ka deklaruar se i ka siguruar të gjitha 10 ulëset e rezervuara për komunitetin serb. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në qendrat komunale të numërimit ka filluar procesi numërimit votave të kandidatëve për deputet dhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike. Sipas njoftimit, ky proces do të bëhet duke ofruar transparencë plot dhe nën monitorimin e vëzhguesve. Sipas rezultateve preliminare të KQZ-s kanë mbetur edhe 9 vetvotime pa u procesuar. E fitoria Binse në zgjedhjet e parakoshme të së dielës me një rezultat prej 49.33% deri më tani sipas të dhënave të KQZ-s, lëvizjes vetëvendosje ia ka siguruar 56 ulëse në Kuvendin e Kosovës. Me përllogaritjen si far formulës DHënd, Partia Demokratike me 21% të votave do të ketë 23 ulëse, LDK-ja do të ketë 15 ulëse pasi mori 13.59%, ndërsa AK-ja më ka siguruar 6 ulëse me 5.68%. Në krahasim me zgjedhjet e shkurtit, lëvizja vetëvendosje është rritur në Kuvend për 8 ulëse nga 48 sa i kishte. Ndërkaq PDK-ja ka humbur 1 ulëse e LDK-ja ka humbur 5 ulëse nga 20 sa i kishte. AK-ja në koalicion me Nismën ka pasur 8 ulëse. Kjo përllogaritje nuk i përfshin edhe votat me postë dhe ato në përfaqësi diplomatike. 20 ulëset e tjera ndahen në 10 për komunitetin serb, në 10 në komunitete tjera. Për zgjedhjen e kryetarit Kuvendit dhe më pas votimit të qeverisë janë të domosdoshme 61 vota.
Bashkimi Evropian në reagimin e parë pas zgjedhjeve në Kosovë shprehur se pret që pastaj të formohet sa më shpejt qeveria dhe të vazhdojnë kontaktet me të. Kanë nënvizuar sidomos nevojën për ratifikimin e marrëveshjeve nga plani i rritjes në mënyrë që Kosova të përfitojë nga ato mjete të Bashkimit Evropian. Po ashtu përmend edhe heqjen e masave. Kështu porosia dhënë në një komunikat të përbashkët të lëshuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe të sigurisë Kaja Kallas dhe komisionerja për zgjerim Marta Kos. Pas një blokade politike pas zgjedhjeve shkurtit të vitit 2025, ne presim tash një konstituim të shpejtë të parlamentit dhe formim qeverisë e vazhdimin e angazhimit ton me autoritetet, thuhet në këtë deklarat. Edhe në këtë deklarat për zgjedhjet në Kosovë, Kaja Kallas dhe Marta Kos rikujtojnë obligimet nga procesi i dialogut. Normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë lehtësuar nga Bashkimi Evropian vazhdon të jetë vetmja rrugë që të dyja palët të arrijnë progres në rrugtimin evropian. Presim që të gjitha obligimet që dalin nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit, si dhe ato të mëhershme nga dialogu të zbatohen pa vonesa të reja dhe pa parakushte. BE mbetet e gatshme të mirëpres një takim të nivelit lartë sapo të përmbushën kushtet, thuhet në këtë deklarat. Në fond, Kallas dhe Kos njoftojnë edhe se masat ndaj Kosovës janë duke u hequr nga Bashkimi Evropian. Pas shpalljes së rezultateve preliminare të zgjedhjeve, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, njëherësh kandidat për mandatin e tretë të qeverisë Albin Kurti, ka thënë se janë rrugës për ta thyer edhe rekordin e 14 shkurtit të vitit 2021. Kurti është shprehur se sapo të certifikohen rezultatet do të krijojnë institucione dhe të vazhdojnë punët. Ka përmendur marrëveshjet ndërkombëtare, duke thënë se pret bashkëpunim me partitë opozitare për të quar ato përpara. Në konferencën për media nga selia e partisë, ai është pyetur edhe për çështjen e presidentit të vendit, pasi t'i skandoi mandati i Vjosa Osmanit në mars të vitit të ardhshëm. Kurti ka theksuar se për këtë do duhet flitet edhe me opozitën, por paraprakisht u shpreh se do takohet edhe me Osmanin. Kryetari i Vetëvendosjes ka marrë pjesë edhe në festën me simpatizantë të kësaj partie, ku ka theksuar se fitoria e 20 dhjetorit është e popullit të Kosovës, ndryshe prej asaj të 9 shkurtit, kur sipas tij fitoi Vetëvendosja me partnerët e koalicionit. Me 9 shkurt, si vjet, fitoi Lëvizja Vetëvendosje me partnerët. Me 28 dhjetor 2025, fitoi populli i Kosovës. Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera. Aleksandër Lumnezi ka refuzuar propozimin për postin e zëvendës kryeprokurorit të shtetit. Përmes një emaili dërguar ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit Agron Çalaj, ai ka theksuar se për shkak të angazhimeve si prokuror në zyrën e kryeprokurorit të shtetit dhe në komisionin për vlerësimin e performancës së prokurorëve, e ka të pamundur ushtrimin edhe të pozitës së zëvendës kryeprokurorit të shtetit, ka raportuar Betimi për Drejtësi. Këshilli Prokurorial i Kosovës në orët e pasdites së sotme në mbledhjet e jashtëzakonshme ka miratuar kërkesën e Lumezit për të mos e votuar atë si ushtrues detyre i zëvendës kryeprokurorit të shtetit. Lumezi në periudhën 2015-2022 ishte kryeprokurori i shtetit. Nga Policia e Kosovës dhe 2 nga shërbimi. I kthehemi përsëri zhvillimeve kryesore politike, ku përfaqësuesit e PDK-s, LDK-s dhe AK-s kanë paralajmëruar reforma dhe zgjedhje të brendshme pas rezultatit të zgjedhjeve të parakohshme të së dielës. Bedri Hamza dhe Lumer Abdigjiku u ruan Vetëvendosjen për fitore. Eramush Haradinaj u shpreh skeptik se rezultati i zgjedhjeve do të prodhojë zgjidhje të problemeve të qytetarëve. Dorëheqja e zgjedhjeve të brendshme kanë paralajmëruar 3 partitë më të mëdha shqiptare që të dielën i humbën zgjedhjet. Kryetari i Partisë Demokratike Bedri Hamza ka uruar Vetëvendosjen për fitore në zgjedhje, te ka shprehur pritjet që të formohen institucionet, përfshirë kuvendin e qeverinë. Po ashtu ai ka thënë se zgjidhje mund të gjendet edhe për presidentin. Si reflektim ndaj rezultatit të zgjedhjeve, Hamza ka paralajmëruar reforma në parti. Partia Demokratike e Kosovës shpejt do të futet në proces në brendshëm zgjedhor, nuk ka pasur një kohë gjatë zgjedhje prej vitit 2019 dhe do të fillon prej bazës, prej nëndegve, duke i përfshi gjitha nivelet deri në zgjedhjen e gjitha organeve të partisë, sepse realisht është kohë e gjatë dhe ka nevojë që të
kemi një reformë, kemi një ndryshim edhe të moshës, edhe të gjenive, edhe të profesioneve, gjithçka tjetër. E kryetari i lidhjes demokratike Lumir Abdigjiku, konferencë ka mbajtur të dielën mbrëma, sapo kanë dalë rezultatet preliminare, të cilat sipas tij nuk janë ato që janë pritur. Abdigjiku ka bërë të ditur se do thërras kuvendin e partisë, ku do të shqyrtohet edhe përgjegjësia e tij për rezultatin e 28 vjetorit. Të gjitha janë në diskutim për kuvendin e përgjithshëm, natyrisht do të tërheqë pa asnjë diskutim. Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se respektojnë rezultatin, por ka shtuar se ka frikë se nuk i zgjidh problemet e shqetësimet e qytetarëve. Edhe Haradinaj ka paralajmëruar zgjedhje të brendshme në parti. Rezultati është ky që është dhe ne do ta respektojmë votën e qytetarit, por edhe do të reflektojmë për proceset tona të brendshme. Për ne zgjedhjet do të përfundojnë këtë pranverë me zgjedhjet brenda Aleancës në të gjitha nivelet dhe me ringritjen tonë. Bazuar në rezultatet preliminare, PDK-ja ka marrë 21% të votave në zgjedhjet e parakohshme të 28 vjetorit, pothuajse rezultat identik me atë të nënshkurtit. LDK-ja ka rënë për 5 pikë të përqindjes, duke mbledhur 53.000 vota më pak. AAK-ja kësaj radhe ka garuar e vetme dhe ka marrë 5.68% të votave, pak mbi pragun zgjedhor, të cilin nuk ka arritur ta kalojë nisma socialdemokrate.